Qendra për ndihmë juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi ka shënuar ditën e OKB-s përmes kampanjës vetëdijsuese promovimi i qasjes në drejtësi për të gjithë. Në kuadër të kësaj kampanje, në prani të përfaqësuesve të lartë ndërkombëtar dhe vendor, është shfaqur dokumentari televiziv Qendra për ndihmë juridike e IKD-s, Storje suksesi. Këto aktivitete janë mbështetur nga misioni i Kombëve të Bashkuara në Kosovë. Lejoni që dy fjalë shkurt i them për qendrën. Qendra për ndihmë juridike është themeluar në mars të vitit 2019 përmes ndihmës dhe mbështetjes së fondeve programatike të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Prej themelimit të kësaj qendre do të shihni më pas se cilat janë rezultatet për të cilat ne sot jemi në një moment në të cilin vërtet krenohemi. Kjo do të ishte pothuajse e pamundshme që të arrihet si punë pa pasur mbështetjen e të gjithë drejtuesve të misionit Kombeve të Bashkuara dhe në veçanti shefit të sektorit të drejtësisë, zotërit Andrea Lako dhe Jehonës, të cilët ekipën që udhëheqin thjesht kanë ndikuar që rezultatet e punës tonë të jenë vlera të çmuara, të cilat do të lënë besoj një trashëgimi shumë të mirë, sepse kanë ofruar mundësi që qytetarët thjesht të realizojnë të drejtat e tyre. Është krenari të ndeqës sot së bashku me mikun të organizmit PEP, shënojmë 75 vjeturin e hyrjes në fuqi të kartës së OKB-s, e cila përfaqëson paqë, siguri mes popujve dhe promovim të drejtave të njerëzit. Kosova besoj që është një vend i cili do të thotë 25 vite pas luftës, është duke gjetur rrugën, është duke bërë përpjekje maksimale që jo vetëm të promovoj drejtat lirisë e njerëzit, por të promovoj do të thotë ose të bashkoj popujt, qoftë do të thotë shumicën shqiptare ashtu edhe komunitetet jo shumicë në Kosovë. I would like to express my deep emotions. I'm also emotional today because it's really a privilege and an honor to be here with all of you. So why are we here? In UNMIK, we advocate for the rule of law. And while doing so, we work with Kosovo authorities, civil societies, NGOs. We promote access to justice, enjoyment of basic human rights. I look at my colleagues here. Human rights is key. Rule of law is key for sustainable societies. That's what we advocate for, but we cannot do it alone. We work with partners. And today, we are marking a partnership with KLI. This is what we do. We support you in identifying the needs of the people and to help and to provide required assistance. You mentioned that I will be talking about the center. Indeed, the center, since 2019, supported 1,500 cases. If anybody noticed discrepancies in the figures mentioned by IHAB, 3,500, I have clarity. 1,500 based on Andreas, these are the concluded cases. So justice has been served for 1,500 persons in need, 1,500 persons that reach a conclusion, they achieve their goal within the legal framework. So that's what we do. Good morning. And now the center is being expanded to North Mitrovica and Gračanice. And the center is committed to continue extending access to legal aid, free legal aid. You might be wondering, what does this mean? Why it is so important to ensure access to justice? Well, access to justice is far more than a legal right. It's a moral obligation. It is a fundamental human right. In a true democracy,
every individual deserves a voice and the opportunity to be heard. This center, in particular, ensures that vulnerable groups, including women and minorities, receive the support they rightfully deserve. Today, I look around and I see that you are the pillar of this effort. Each of you has the power to advocate for justice, to stand up for those who cannot stand up for themselves, and to ensure that everyone can thrive. Together, and here again, allow me to reiterate, UNMIK remains committed to promote rule of law anchored in human rights. We remain committed to support your effort. We are establishing the foundation for a future where justice is not an unattainable reality. It is attainable reality for all. Envision a Kosovo where everyone is reassured, everyone is protected, everyone is included, and everyone is respected. A society where everyone can exercise their rights and live freely. I want also, Ihab, if I may, to take this opportunity to thank you and the leadership in the center, and allow me to turn to my team for their excellent work. These gatherings show what the UN stands for. We are here for the people. We are here for peace, and we are here for inclusivity and prosperity. As we move forward, everybody is talking on new way for moving forward. There is no other way than rule of law and human rights. I invite each of you to join us on this journey. Let us work together to build a future where justice is not merely an ideal, but a reality and a daily life for all. And I thank you. Ideja për me themelu qendrën për ndihmë juridike falas ka ardhur prej punës së IKD-s. Në shumë raste gjithsa trajtonim rastet e ndryshme të palëve, e kemi pasë qytetarëve pju shkelet një drejtë të caktuar dhe ne nuk kemi çfarë të bëjmë në atë rast, për shkak se nuk kemi mundësi që të ofronim ndihmë juridike falas. Me përkrahjen e UNMIK-ut, kjo ide u bë realitet në mars të vitit 2019, ku qendra për ndihmë juridike filloi operimin e saj dhe u funksionalizua. Nëse kthehemi do të thotë në atë kohë, ne filluam bashkë me UNMIK-un, bashkë me partnerët tonë, ne filluam që ta promovonim qendrën për ndihmë juridike në mënyrë që qytetarët ta dinin për këtë qendër dhe të dinin të drejtoheshin për ndihmë juridike falas. Megjithatë ndodhi realisht ajo që ne nuk e pritëm. Ne u vërshuam me raste të qytetarëve. Numri i rasteve të qytetarëve që kërkonin ndihmë juridike falas vazhdonte e rritej dhe për këtë arsye u shfaq edhe nevoja për miratimin e rregulloreve të brendshme për trajtimin e rasteve, në atë mënyrë që u ndërtuan filtra dhe mekanizma që mos tekte asgjë dhe që shkresat të dolin në mënyrë sa më profesionale dhe të kishin sukses në përfaqësimin e tyre në institucione. Deri më tani, Instituti Qendra për ndihmë juridike falas e IKD-s ka trajtuar hiç më pak se 3550 raste. Prej këtyre rasteve, 1705 raste kanë qenë penale, 1312 kanë qenë civile dhe 519 kanë qenë penale. Po ashtu ka pasur edhe raste kundërvojtëse dhe edhe raste kushtetuese, të cilat edhe i kemi fituar dhe do të tregojmë në vijim për to. Çështja më e rëndësishme besoj që është se cili ka qenë suksesi këtyre rasteve, sa ju kemi ndihmuar qytetarëve në ndihmën juridike që ua kemi ofruar. 48.7% e rasteve të përfaqësuara nga qendra për ndihmë juridike e IKD-s janë raste pozitive. Janë raste ku qytetarëve u është mbrojtur e drejta e tyre. Derisa 51% të rasteve janë në proces.
Thënë kështu, vetëm 12 raste, nga 3550 raste, apo 0,12% të rasteve, më falë, 0,3% të rasteve kanë përgjigje negative. Kjo i bie do të thotë se, thënë më ndryshe për jashtëmisht këtyre 12 rasteve, sukses kemi posur në gjithsej 1727 raste. Dhe është kënaqësi dhe privilegj e veçantë kur e shohim sot rezultatin e punës së Qendrës për Ndihmë Juridike të IKD-s, që 1727 qytetarëve kemi arritur t'u mbrojmë të drejtën përfshir qytetarë nga të gjitha kategoritë. Pasi i filluam do të thotë inicimin e rasteve, u shfaq edhe nevoja për përfaqësimin e rasteve në gjykatë dhe për këtë do të thotë falenderoj avokatët të cilët në qindra raste janë angazhuar për të ofruar ndihmë juridike falas dhe që pro bono shfaqën paraqitën vit pas viti për të ofruar ndihmë juridike falas në rastet e trajtuara nga Qendra për Ndihmë Juridike Falas. Përfitues të ndihmës juridike falas në Kosovë janë të gjitha komunitetet në Kosovë dhe po ashtu përpos zyrës në Prishtinë e kemi të funksionalizuar edhe zyrën në Mitrovicën e Veriut dhe po ashtu kemi angazhojmë edhe zyrtar mobil në rastet kur qytetarët për shkak të specifikave të tyre e kanë të pamundur që të paraqiten në zyrët unë për ta paraqitur rastin. Atë një zyrtari i IKD-s shkon dhe i viziton të njëjtit për ta trajtuar se cili është rasti i tyre. Po i përmendit disa prej historieve të suksesit, nuk mundemi mi përmend të gjitha, por disa prej tyre, të cilat që si rastet të mëdha janë përfaqësuar nga Qendra për Ndihmë Juridike e IKD-s. Qendra për Ndihmë Juridike e IKD-s mbrojti të drejtën e jetë. Përfaqësoi rastin kur një qytetare e Republikës së Kosovës u vrau për shkak të dështimit të institucioneve. Këtë rast me autorizimin e familjes ne e paraqitëm në gjykatë kushtetuese, e cila konstatoi se në rastin konkret kemi të bëjmë me shkelje të së drejtës në jetë, të mbrojtur sipas kushtetutës dhe Konventit Evropian për Drejtat e Njeriut dhe po ashtu kemi të bëjmë me shkelje të dispozitave të Konventit të Stambollit. Ky rast do thotë ishte rasti i parë që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës i referohet Konventit të Stambollit që nga përfshirja e saj në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe ky rast do thotë është ai rast që nga raporti i Komisionit Evropian u cilësua si historik për vendin. Raste tjera të suksesshme janë mbrojtja e drejtave të komuniteteve për përfaqësimin e tyre në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne kishim rastin kur deputetët e një komuniteti e humbën të drejtën për të përfaqësuar në kuvend për shkak të një manipulimi të rezultatit zgjedhor. Dhe për këtë arsye komuniteti, qytetarët e atij komuniteti nuk arritën që të përfaqësoheshin në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne përfaqësuam këtë rast dhe mandati ju kthye deputetëve të atij komuniteti që vazhdojnë ende ta mbojnë atë mandat në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ne përfaqësuam raste të shumta të dhunës në familje, raste të cilat i mbrojtëm të drejtat e grave, duke përfshirë edhe në një rast kur alimentacioni kërkohej vendim nga shteti norvegjez që të merrej alimentacioni. Dhe puna e Qendrës për Ndihmë Juridike të IKD-s bëri që edhe shteti norvegjez të nxjerrë një vendim dhe që ta detyroj palën që të paguaj alimentacionin. Një kategori që si IKD u kemi dhënë një trajtim të posaçëm janë rastet e pensionistëve. Fatkeqësisht, ndaj kësaj kategorie jashtëzakonisht të ndjeshme, nuk është treguar mjaftueshëm e kujdesshme institucionet dhe qeveria. Dhe për këtë arsye kemi posur në fokus shumë të madh dhe tani kemi më qindra raste të pensionistëve të cilëve u kemi realizuar të drejtën dhe për të cilat jemi në pritje. Edhe fundit që po du më përmend mos më marr më shumë kohë, për shkak se lista është shumë e gjatë, ne i mbrojtëm mediat nga pushteti. Në rastet e përfaqësuara nga Qendra për Ndihmë Juridike e IKD-s, ne pam tendenca të hapura të institucioneve për të minuar punën e mediave, duke u mbyllur rrugën apo dhe duke përdorur mediat publike kundër mediave private. Dhe këto raste do thotë i fituam.
si në gjykat, ashtu edhe në Këshillin e Medjave të Shkruara, ashtu edhe në Komisionin e Pavarur për Media. Dhe fatmirësisht do thotë sot dua të them se mediat e kanë një adresë të sigurt ku atyre u mbrohen të drejtat e tyre, të drejtat e kësaj kategorie që vazhdimisht rrezikohen nga cenimi arbitrar i institucioneve në raport me të drejtat e tyre. Reč pravda možda ima mnogo značenja, ali jedna je pravda u suštini, svuda na svetu, pa tako i ovdje na Kosovu. Hvala svima koji se trude od početka do dana današnjeg da pravda ima pravo značenje, da ljudima pruži sigurnost i da se ljudi osjećaju svoj na svome. U pravosudnom sistemu Kosova sam od 2004. godine, krenuli smo kada se otvorio sud zaslugom UNMIK administracije tadašnje i ljudima koji su nesebično davali sve od sebe da se takav sud otvori, takvo odeljenje Osnovnog suda u Prištini, u Gračanici, a znam kakve su problemi, kakve su izazovi bili pred ljudima kada nisu imali pristup pravdi. Sud je otvoren 2004. godine, tada sam bio administrator suda, sada sam nadzorni sudija i svega toga ne bi bilo da nije bilo nesebičnog rada i pomoći od strane UNMIK administracije, kao i kasnije ljudi koji su radili u sudskom savjetu sa kojima danas sarađujemo i sa nevladinim sektorom koji prepoznaju probleme ljudi, probleme u društvu i kao i takve probleme istaknu da bi mogli da reagujemo. Dokaz, a lepo i ovdje prisutno mi direktor, znači da znam saradnju sa ljudima, dokaz da to i dan danas je bitno i da je važno, je i ovako sastajanje da se iznova i iznova iznesu problemi. Problema uvijek ima u svakoj državi, pa i ovdje, ali kako rešiti takve probleme. U sredinama gdje ima više nacionalnosti, gdje ima potrebe za nekad malo jačim izražavanjem i za nekim potrebama koje se javljaju kroz život, ovako nešto se ceni i poštuje. Bitna stvar je da ljudi imaju kome da se obrate. Ako nemate sud, ako nemate tužilaštvo, ako nemate nekoga da vas brani od ombudsmana, onda je život mnogo teži. Na teritoriji na kojoj živimo sada ovde, u ovom delu Gračanice, znači sud iz mog ličnog iskustva kroz niz godina, znam koliko su ljudi ostvarili svoja prava, znam koliko su se imali problema i koliko se mučili. Bogu hvala, sada je tu sud. Sudije koje su iz njihove zajednice, imamo mešovitu, imamo i kolegu koji je Albanac, koji odlično govori srpski čovjek i koji se ovdje uklopio i stekao poverenje naroda i stekao poverenje stranaka. Trudimo se maksimalno da ono što možemo kao profesionalci pružimo da se ljudi osjećaju bezbedno. Koliko u tome uspevamo, to se na kraju vidi kroz godišnje izveštaje, ali naša energija ne posustaje, ovo nam je samo još jedan podsticaj. Hvala još jednom na pozivu, hvala, lepo da se čuje naša reč i poštujemo to i ljudi znaju gde sam sada došao, kolege, ko je organizator i to cene. Kao što svi znate, misija Kosovskog instituta pravde jeste poboljšanje vladavine prava za sve građane na Kosovu. Osim Centra za pravnu pomoć u Prištini, tu je naša filijala u Severnoj Mitrovici koja pruža besplatnu pravnu pomoć svim građanima na Kosovu. I želeo bih da naglasim da pored kancelarije u Mitrovici, mi smo se proširili i otvara se nova kancelarija centra u Gračanici koja će biti dostupna svim građanima, posebno nevećinskim zajednicama, uključujući Srbe, Bošnjake, Aškalije, Egipćane, Rome itd. Želeo bih samo da dodam da je Centar za pravnu pomoć pružao besplatnu pravnu pomoć svim građanima i on će nastaviti da pruža besplatnu pravnu pomoć.